Çfarë thua o ignorat? Thot, nuk ekziston magjia o njeri, ku I lexon ato që thua. Magjia ekziston. Zoti I gjithësisë na tregon në Kur'an për magjin, ku thot, walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Por djajt ishin mohues, ata u mësonin njerëzve magjin. Magjia ekziston. Pyet po deshe njerëzit që të rrethojnë, do të tregojnë ngjarje të shumta. Dikush është ndarë me bashkëshorten e tij për shkak të magjisë. Dikush tjetër ndoshta është sëmur me sëmundje të rëndë për shkak të magjisë. Mësyshi ekziston. Pyet njerëzit që të rrethojnë dhe do të tregojnë se me të vërtet magjia ekziston. Gjithsesi, ne kur flasim për magjin, tregojmë edhe se Zoti I gjithësisë është ai që na ruan. Allahu I lartësuar e ka zbritur Kur'anin, I cili është shkak për të mbrojtë dhe për të ruajtur prej magjisë e prej magjistarëve.